Pas vendosjes së illit komunist në flamurin shqiptar më 1944, Shkodra u kthye në një vatë rezistence kundër regjimit të ri, duke paguar një çmim të lartë për idealin e saj të lirisë. Në prill të vitit 1945, studentët e liceut, të zhgënjur nga premtimet e pashpërblyera të luftës, dolën kundër represionit që burgoste dhe vriste njerëz të pafajshëm. Komunizmi e shkputi Kosovën nga trumbu shqiptar, duke e lënë në Jugosllavi, ndërsa Shkodrën e dëshkoi për qëndrimin historik kundër pushtimeve. Përmes lëvizjes së postribës, regjimi nisi goditjen e egër ndaj qytetit, burgosje, pushkatime dhe shkatërime të familjeve. Liceistët e Shkodrës, së bashku me qytetarë të tjerë, u bën simboli qëndresës. Ndërkohë, një pjesë të rinjve komunistë u kthye në veglat e sigurimit, duke ndihmuar në burgosje, internime dhe përjashtime masive. 4 herë qyteti u ngrit në kryengritjet armatosur, por historia i harroi këto përpjekje. Libri kujton vuajtjet e të burgosurve politik, të torturuarit, të vrarët dhe dhimbjen e heshtur të prindërve të tyre. Ai është një homazh për të rënët dhe një paralajmërim kundër çdo forme diktature. Përmes rrëfimeve autentike përshkruhet jeta në kampet e internimit, ushqimi i varfër si kaçamaku, vuajtja për një cop bukë, mungesa e duhanit dhe shfaqjet e improvisuara që jepnin pak jetë netëve të rënda. Pavarësisht mizorisë, nuk mungonin humori i therrës dhe shpresat për liri, që i mbajtën të gjallë të burgosurit në kushtet më çnjerëzore.